Superylli i Arsenalit Declan Rice ishte figura kryesore dy ndeshjeve kundër Real Madridit në Ligën e Kampionëve, madje në të parën duke shënuar 2 supergola. Por futbollisti anglez para pak kohësh ishte në qendër të medjave roz dhe atë në lidhje me gruan e tij, Lauren. Kjo e fundit ishte bërë ca kitalljeve e fyerjeve në internet për shkak të pamjes së saj. Një numër i fansave shkruanin në llogaritë e Rice se lojtari mund të gjente një grua më të mirë apo më të bukur se ajo. E kjo kishte ndikuar që Lauren t'i fshinte të gjitha fotografitë dhe të zhduke nga rrjetet sociale, gjë që kishte shkaktuar reagime të mëdha. Në fakt, raporti i Rice me gruan e tij nuk është se ato që jemi mësuar t'i shohim në botën e futbollit, ku yjet kanë për gra modele të bukura e të njohura. Declan dhe Lauren janë në një lidhje dashurie që nga shkolla e mesme dhe ajo ishte përkrahasja më e madhe e lojtarit kur ai nuk ishte i njohur. Mirë po, edhe lojtari nuk e braktisi kurrë as në momentet kur u bë cak i bullizimeve, duke thënë se Lauren është dashuria e jetës së tij dhe nuk ka nevojë për asnjë përmirësim. Çifti tashmë janë prindër të një djali me emrin Jude, të cilin Rice e ka përjetësuar edhe si tatuazh në trupin e tij.